si e vetme nuk mund të formoj qeverin, për rjedhoj muhabeti se ne do të formojnë qeverin ose ne mund të bëjmë qeverin është vetëm në aspektin e mundësisë që i lejohet parit. Mirë po, nuk është se po arrin të bëj, sikur të mos hezitante, do të provante njihte realitetin e numrave dhe të bënte një partner koalicioni. Dhe pjesa e dytë tjetër është që nëse kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti provon që përmes kontrabandimit deputetëve ta bëjë qeverin, atëherë qeveria e ardhshme do të jetë qeveri e kontrabanduesve, të cilët nuk i nevojitet Republikës Kosovës. Nëse e merr ndonjë përgjegjësi në qeveri, atëherë besoj se do ta votoj. E kaluara na ka treguar që ka pasur raste që deputet pikërisht në seancë konstituive ka ndruar partinë. Edhe kjo mund të ndodhë, ndoshta zotri Kurti po llogarit në një gjë të tillë, të shohim, por ka gjasa që nëse i ofrohet nismës me përgjegjësi që ata pra mendojnë që duhet i kenë nëse votojnë Lëvizjen Vetëvendosje, të kemi qeveri.